Tani si hobi më është bërë profesion dhe dikush stili jetesë. Kam nisë kur nuk ka pas as trepikshe, as semafora, as kosh me faull. Ka bazuar në ligat e një shtetit që më nuk eksistin. Dhe në ligat e një shtetit që po e themelonin vetë, pa ditë kur ajo ndër realizohet. Kam luajtur në beton, në sallat të sporteve dhe në palestrat të shkollave fillore. Kam transmetuar Ligën e Kosovës nga sallat e ftohta me telefon statik për radio. Kam transmetuar NBA dhe lojrat olimpike. Dhe 50 kam betur deri në fund të çerrekit parë. Dhe po, tregimi im nuk tregohet i vetëm, tregohet me shumë të tjerë që për 80 vite kanë kontribuar në basketbollin e Kosovës. Unë jam Bleri Vuniqi dhe për 4 episode do t'jem udhërëfyesi juaj nëpër historikun e basketbollit në Kosovë. Qytetarët e mi të para më se 50 vjetëve kujtojmë diçka nga fillimet e asaj kohe. Është një fakt shumë interesant. Gjimnazisti themelohet nga basketbollist të gjimnazit, nga se në atë kohë trajner apo edhe profesori edukatës fizike ishte Bardhin Nushi, i cili themeloi këtë klub me të vetmin qëllim që të inkuadroj basketbollist shqiptar. Nga se një kolegi i tij që punonte poashtu në gjimnaz kishte thënë që shqiptarët nuk janë aq inteligjent për të marrë me basketboll. Kështu që fillon aty me 1970 gjimnazisti, më pastaj kalon te elektricisti, fuzionohet elektricisti me universitetin dhe pas një kohë të shkurtër kalon në Elektro Kosova, kështu me radhë. Kur shkova në shkollë teknike e pas sefte topin e basketbollit në dorë me pas. Edhe se në shkollë fillore, ma gjunaj nuk ka pas basketbol, as top basketbollit. Jo në lujtë unë thëmë to sportet e fshatarve, futbol, handball, volleyball, karejt to, po, a une për ndryshe, për shqiqus të juj peseku, se une kom qenë sportist i lindu, sepse une edhe në futbol kom qenë shumë i mirë, edhe në handball, edhe në volleyball, edhe në gjimnastik, në gjitha këto
Nuk ja arritëm, sa e di. Po, jo. Nuk ja arritëm. Në universitet qëndroni, bashkangjitemi ne që vim nga Elektrokosovë, elektricisti. Unë kam qenë pjesë e Obiliqit, më pastaj vim në universitet. Po. Atëherë fuzionohemi me emrin në universitet, edhe më kujtuhet shumë mirë ku shkojmë lujmë në suplimentare në Manastir. Po. Nuk kemi arritur që të kalojmë, kemi luajtur kundër Slogës së Kralevës, se kemi mundur budushnosin e Titogradit tash Podgoricës, dhe në ndeshjen e fundit kur është vendosur se a do të kalojmë apo jo, me mladostin e Manastirit e kemi humbur ndeshje, nuk ka pas gjasa që ta fillojmë ndeshje, kështu që jemi detyruar sërish të kthehemi në Ligën e Kosovës. Në sezonin 1974, elektricisti dhe universiteti u bashkuan në një klub me emrin Elektrokosova dhe në Ligë të Krajinës kemi fituar me lehtësi dhe me që sistemi i garave u ndrua, u krijohen 4 liga të dyta, si kampioni Kosovës ishin pjesë e Ligës së dytë Jug. Aventura në Ligën e dytë e nisi me 2 humbje në fillim dhe me 4 humbje në 7 ndeshjet e para. Kishte aty momente kur Spahia ose unë ose Zekolli shkëlqenim, por starti ke shqiptarëve dhe Sërbëve. sërbëve, do thotë. Ajo inati ka qenë, po ka qenë pozitiv, nuk ka qenë negativ. Kanë dominuar Bardhynushi dhe Shoshkic, që përmende. Shoshkic ka qenë një nacionalist shumë i madh. Madje rivaliteti ka qenë aq i madh ndërmjet 2 trajnerëve në kohën kur pa të ardhur një kolegj amerikan për të zhvilluar ndeshje miqësore kundër Kosovës, kur reprezentacionit të Kosovës në atë kohë, neve nuk na është lejuar basketbollistë që janë të Prishtinës të luajmë në atë ndeshje, për shkak që rolin kryesor e ka marrë si seleksionues e ka marrë Shoshkic, ndërka që Bardhynushi nuk na ka lejuar. Edhe është interesant që është ajo ndoshta ndeshja e parë që është transmetuar drejt për drejt në radio-televizionin e Prishtinës, kështu që ne shumica jonë kemi qenë aty shikues dhe e di se si e kemi përjetuar shumë rënd mungesën tonë për të luajtur para atyre tifozëve që kanë qenë aty, por edhe para shikuesve para në televizion. ndeshja suplementare për kampion të Ligës së dytë dhe vazhdimin e kualifikime për Ligën e parë zhvillohet në Beograd dhe qëllojani kush e udhëhiqte ekipin pejan. I njëjti Shoshkic, që u kritikua që ja humbi budueshnosin suplementaren e vitit 1963. 13 vjetë më vonë, në ekip ishin Krivokapic, Stankovic, Miladinovic, Grapsi, Shantric, Muharremi, Pavlovic, Kasapolli, Rajkovic dhe Dashic. Disa nga ata kanë qenë lojtarë të shkëlqyeshëm, por me Shoshkicin në bank nuk ishin gjasa. Gjëra të mëdha u paralajmëruan qysh para startit të sezonit. Partizani i Beogradit kishte zhvilluar ndeshjen me Zbrojovkën në Brno, më pas me Rabotničkën në Ligë të Jugosllavisë, dhe duhej të udhëtonte në Sofje për ndeshje me Akademik Levskin. Para udhëtimit në Sofje, ky ekip u ndal në Prishtinë për ndeshje miqësore. Kujton ato 2 ndeshjet që i kemi zhvilluar me Partizanin? Po. Në ndeshjen e parë, unë kam shënuar 34 pikë, ti ke shënuar 28. Në ndeshjen e dytë, ti ke shënuar 46 pikë, unë 32. Atë po se
Shikueshmëria ka qenë full, atmosfera ka qenë perfekte. I ka të thyë edhe gjamat këtedin, Partizani, kampion Jugosllavisë me 2 lojtarë kategorisë, jashtë kategorisë, Dalipagiqin djetë, tash edhe Kiçanović. Një ndeshje tjetër miqësore, apo 2 ndeshje që i kishim, kundër Partizanit të Beogradit, u shënoj 32 pikë, 100% që në tim i motivuar nga se në ekipin kundërshtar kishte emra të basketbollit evropian, Kiçanović, Dalipagić dhe lojtar tjerë, ku shënoj 32 pikë, më pastaj vjen ndeshja tjetër ku më thojnë që njëri prej lojtarëve të Partizanit, ka qenë Kerkes, më tha që unë do të jem ai që do të përkujdesem për ty dhe do të luaj një mbrojtje më të fortë dhe mos ma zi për të madhen këtë detyre kam nga trajneri Ranko Žeravica dhe na ndeshje po ashtu unë shënoj 34 pikë tjera dhe në përfundim të pjesës e parë gjuhej nga gjysma e fushës dhe shënoj është dëgëzimi shumë i madh i imi, por edhe i shumë tifozëve të cilët ishin aty. Më pastaj vjen një farë bashkëlojtarë apo lojtarët e Partizanit thonë që prej javës së ardhshme ti do të jesh me ne dhe do të jesh basketbollist i Partizanit, kjo që nuk ndodhi, kjo nuk ka ndodhur edhe me kolegun tim Ibrahim Karabegun, cilin nuk i kemi pasur fatin që të shkojmë nga se na është ndaluar, nuk ka pasur menaxher të cilët do të kujdesin për këto kalime. Atëherë ki pas ftesë për Partizanin e Beogradit, shumë mire kujtoj, do thotë mas ndeshjes, ka qenë ndeshja lojmiqësore për 1 tetori, ku ti e kishe nu, po mdo këtë 36 pika, s'di sa i kishe. 34 pikë. 34 pikë e kishe nu. Ka qenë lojsh, një atmosferë perfekte ka qenë. Ka qenë një atmosferë fenomenale. Lojtarët e Partizanit, lojtarët e Partizanit, shumica e tyre kanë qenë përfaqësuesin e ish Jugosllavisë. Dalipagić, Kiçanović, Kerkes, Todorić. Po, do thotë Jinkon Todorić, kanë pas një përforcim amerikan, Bash Taylor, po. Bash Taylor. Gjithçka dukej gati që të bëjmë hapin e radhës dhe të ngritemi një rang më lart, por sërish humbim nga Budućnosti 5 dhe nga Ivangradi si mysafir. 2 humbje për pakujdesi dhe më pas duhej të bënim të pamundurën të fitonim së paku 8 nga ndeshjet e fundit. I fitojmë 7 nga 9 ndeshjet dhe në fund të sezonit Kumanova, Elektrokosova dhe Budućnosti i Titogradit me pikë të njëjta në vendin e parë dhe kampioni i ligës duhet të përcaktohet në turne kualifikues në Nish. Fituesi i turneut vazhdonte në kualifikime për ligën e parë të Jugosllavisë. Ndeshja në Nish ishte tregim në vete. Të 3 ekipet në fund të kampionatit ishin me pika të njëjta. Kështu që u duke mos zgjedh kampioni dhe me shku. Do thotë ka qenë Budućnosti i Titogradit, tash Podgoricës, pastaj i Kumanova, Iska Kumanova dhe ne. Edhe ne, po. Edhe i pari shkoj keni kvalifikime për ligë parë. Është një kujtim që nuk kam dëshirë shumë ta mbaj në mend, megjithatë ka qenë situata e tillë kur 3 ekipe kemi shkuar në Nish për të luajtur ndërmjet vete për të qenë pozitën e parë ku shkoi në kualifikime. Korica dhe Petrović, 2 gjyqtar nga Beogradi, e kishin qëllimin kryesor që mos na lejonin që të bëjmë diçka në ato ndeshje. Ndeshja me Iska Kumanovën ishte një ndeshje ku Ferit Zekolli ishte i pagabushëm në pjesën e parë. Në pjesën e dytë kjo kalon te unë, mirë po u pasi gjyqtari Korica së bashku me Petrovićin nuk do ta lejonin neve që ta fitonin në ndeshje. Ata të qëllimin e kanë pas mua dhe ty me na hek për ekipit me 5 personalit. Më nëmen, më mrujke a i sa zdovi për para, a ju mra këtë denjë këthiz mu, po që tu, po të cëllë s'ti mra o pa. Kujtohet ajo ndeshje. Orëdzaj zhaune dhe tu para ajo ndeshje kur në pjesën e parë të lojës ke qenë i pagabush. Shumë po, 100% shumë. Në fund të ndeshjes ke shënuar 42 pikë. Unë në pjesën e dytë kam filluar të bashkangjitem, diçka mirë, po 5 personale, ty 5 mu, kështu që bile ekziston një tregim apo na është thënë që
nacionale. Dhe me njerë ngritë edhe 400 edhe numrin 9 edhe me largon nga leve. Në Nish, ndeshjen e parë kundër Kumanovës, Po, ajo është ndeshjen. një refer i njoftër në atë kohë për manipulime në laverën në Jugoslavi. Korica ka qenë Dane Korica, dol në sipërfaqe në 5 minutat e fundit, dol në sipërfaqe dhe filloi të anoj për Kumanovën në mënyrë drastike. Largimi Zekollit, largimi Zekollit me im. 5 gabime, mandej e Vunishit Yti, ku Leqi u largu, po Unë, si ri, si s'po di, një reagimi imi pas përfundimit të lojës, e sulmoj gjyqtarin Petrovic, më pastaj e eki fanelen, kështu s'ka pa kërkush aty se çfarë po ndodh, dhe dënohem 1 vjet për shkak të atij incidenti. u dënove për 1 vjet. Dënohem 1 vjet për atë ishte- tentim goditje të Thanë gjyqtarit. që tentim goditje e Po. e ndreshim shoqëritë të hendikep i madh për klubin tonë. Zara, çka me thënë, Zara ishte atë botë, ishte ekipi më i respektueshëm ligj Jugosllavi, sepse për vetë faktin që Tifozërinë ka pas shumë të flakë. ma të flakten gjithmonë Jazine 5.000 vjet i ke pas. Gjithmonë për plot biletani që thash e din që është ndërtuar ajo palestra e re me emrin Kazimir Çosić në Vishnik. Problem është atë me mush, sa ajo ndan over 10.000 shikues. Karriera jote nuk shkon ashtu si duhet edhe siç ke dëshiruar ti në Zarë. Vjentën i lëndim gjatë kampionatit. Ajo është pehi më i Fati i keq. më i keqi, jo i keq, po më i keqi që mundet mi ndodh një sportisti e në këtë rast që kur mua, sepse në atë kohën kur kon shku në Zarë, une në qatë vit i kom mush 26 vite. Do të thot, me kon qenë une tash 20 vjeqar, 21 vjeqar, kesh pas kohë, mu rehabilitua nej, po shfar besa. Të ne shumë u zhgënjeva, edhe unë e kom thy komen një poshtë në stërvitje, pse veç për neglizhencë, edhe krejt ndodhin, lujshëm në 2 kosha, 2-2, më rëmen. Një moment shumë i rëndësishëm, një moment që një familje karriera nuk shkon më ashtu si duhet pas asaj, pas atij lëndimit në Zarë. Edhe Leqis shkon, po ta nejtë, vesh me ndonë për shembull që po të regoj hera parë, baba pastaj thët, se erdha atje, unë po, thët pa të kënë thonë, dhe baba, nuk ka ajrë për poshtë. Që shdo. Si do shtjetë, ka qenë një vit shumë i rëndësishëm, një kënaqësi e madhe, për qenë në një vend ku ka pas shumë arbresh, gjysma e qytetit, ndoshta ka pas arbresh. Sikur humbja të mos mjaftonte, unë dënohem me 1 vit mos lojë për incident në fund. Zekolli shkon në Zarë
dhe i bashkohem ekipit në varës të 78-ës. Në xhirot e fundit, kur luftonin për një nga 4 vendet e para në tabel, që na mundsonte kualifikim në ligën e dytë lindje, me që prap u ndryshua sistemi garave dhe në vend Din qysh është atje, të kanë thirrë ushtar, e ti s'ki qenë aty, kenar me të marë, e kështu të ka qenë ajo pjesa, edhe unë e më këthy. Momentin që më këthy, prej kufinit, ma morën pasaporti. Thash, çka të ndodhë? Edhe u ktheva shpi, kur kthejna shpi, baba flenë në gjumë. Këm pas një ëndër, po aja ëndras mu ka tërcu, nuk mu ka realizu kur, pse shkak njerëzve tjerë, jo shkak vetë tjerë. Ashtu kam qenë edhe unë në atë pozicion. Edhe ti ki qenë në atë pozicion, ti ki qenë Rabotniçki. Alushin Leqiçi ka qenë interesuar shumë për mua për të kaluar në Rabotniçki. Çdo herë kur ka ardhur në Prishtinë, ka pyetur ku mund ta takoj Vuniqin. Kështu që ka qenë i interesuar shumë për të kaluar unë atje. Me siguri kam pëlqyer, nga se në ndeshje që kemi zhvilluar kundër Rabotniçkit edhe ekipeve tjera të Maqedonisë, kam qenë njëri prej atyre që kam shënuar më së shumti pikë, kështu që dhe ati ka rënë sy dhe kam shkuar, më kaftuar pa dijenin e klubit. Do thotë unë nuk kam komunikuar me klubin në atë kohë, nga se nuk më kam pëlqyer disa gjëra që kanë ndodhur dhe kam shkuar në Rabotniçki, kam qëndruar 4 muaj duke zhvilluar edhe ndeshje, edhe ndeshje përgatitore, por edhe përgatitje kemi qenë në Krajinska Gorë dhe kthehem në Shkup. Atje kemi zhvilluar, para se të kthehemi në Shkup, edhe në Bullgari kemi zhvilluar ndeshje miqësore, ndërkombëtare, padyshim, dhe kthehemi në Shkup, luajm para fillimit të kampionatit, dikun kanë qenë 2 apo 3 javë. Luajm kundër Borçit të Çaçakut dhe në atë ndeshje nuk luaj asnjë sekond. Dhe diçka kuptoj që diçka nuk është duke funksionuar si duhet, dhe unë pas asaj ndeshje shkoj në atë banesën ku e kom pas në Shkup, i marr gjitha gjërat në mëngjes autobusit në Prishtinë. Edhe ai asnjëherë nuk e ka kuptuar pse kam bërë atë veprim. Ka thirrur, ka ardhur në Prishtinë, më ka kërkuar, megjithatë unë nuk kam qenë lojtar që jam mësuar që të qëndroj në bank për aq kohë,
dhe kanë kujtuar që ndoshta është probleme që nuk do të më lëshojnë apo nuk do të më japin flet që regjistrimin për të kaluar në një ligë elite çfarë ka qenë elita e basketbollit e Jugosllavisë. Rabotnički në atë kohë ka pasur lojtarë që kanë qenë përforcime nga Zvezda. Në atë kampionat ka përfunduar kampionatin në pozitën e 5. Për fat të keq nuk kam arritur që të jem pjesë e një elite që e kam ndruar gjatë tërë kohës për të kaluar në një ekip çfarë ka qenë Rabotnički, por edhe ekipe tjerë. Unë dënohem 1 vjet. Karabegu më duket shkon në shërbim ushtarak. Turqi. Në Turqi. Betet para në Zag, betet para kryesorët e tij. Nuk luan më pozitën e qendrës apo në kosh, pastaj kalon në organizator të lojës. Playmaker. Po playmaker. Po që veç i kisha thash dorën e madhe edhe shumë më marr topin kështu. Aty nuk më shumë shëtu, në erës nuk kisha. Po Kret e lyfqa opet me hi, ose me onash me tabele, ose me hi ndërkosh. Se si pozita eme, po u duke se nuk kish kush mbeta une, thash edhe Avdia. Vlen të cekët Zofer Avdia bën një karierë vërtet të suksesshme, fal edhe mundësisë që ka pasur që në momentin më të rëndësishme për karierën e tij si 19 vjeçar apo 20 vjeçar, nuk më kujtohet, ka shkuar në Zvezdë të Beogradit. Jo me dëshirën e madhe të trajnerit për ta lëshuar, megjithatë rrethonat ishin të tilla ku nuk mund të ndalojë për të shkuar në Crvena Zvezda. Ai bën atje një karierë të suksesshme, ftohet edhe në reprezentacionin natë i Jugosllavisë, fiton medaljen e bronzë, pastaj zhvillon atë karrierën e vet jo me ndonjë sukses shumë të madh pas Zvezdës, kalon pastaj në Izrael, në Tel Aviv, kështu me radhë, dhe ai ka jetuar më pastaj në Izrael, në Tel Aviv, dhe është shpallur heroj i Izraelit, nga se nuk e ka lëshuar vendin kur është bombarduar Izraeli, jo pse ai ka dashur të jetë aty, megjithatë nuk ka pasur mënyrë se si të largohet nga Izraeli, kështu që bën edhe një karierë, i lind djali Deni Avdia. Për ata që përcjellin shumë basketbollin e dinë që Deni Avdia është njëri prej basketbollistëve me shumë perspektivë, lojtar shumë i mirë në NBA. Më 1979 Elektrokosova dhe zyrtarisht pushon se ekzistuari. Klubi fuzionohet me Prishtinën, merr emrin Prishtina, por edhe pse kishte kryesinë e re, e kishte trajnerin e njëjtë dhe problemet e njëjta. Kështu që kur u themelua Liga e parë B unike, ekipi mbeti jashtë atij rangu dhe më pas garon në Ligën e dytë Jug, që ishte rangu i tretë i garave. Mund të them që kemi pasur një rast shumë të mirë që në atë kohë një kompani apo një organizatë që ka qenë shumë e fortë në Kosovë, ka qenë Eksim Kosi. Ata kanë pranuar që na marrin ne gjithë basketbollit, na punsojnë aty, më pastaj ne të merrem me basketbollit, të sigurojmë një farë mënyre jetesën tonë. Mirëpo ata kanë kërkuar që gjysma e kryesisë së atëhershme të Prishtinës dhe të mbetet dhe gjysma e kryesisë tjetër të bëhet nga Eksim Kosi. Mirëpo, duke pas parasysh që ndoshta mund të ndodhin gjëra që ndoshta trajneri atëhershëm Bardhynushi do të largohej, do të vijë ndonjë trajner më shumë me përvojë, me dijeni shumë më të madhe, nuk ka ndodhur ajo, do thotë insistimi ka qenë që të mbetet situata çfarë ka qenë atë moment. Neve me siguri që do të kalojnë shumë më mirë edhe materialisht edhe gjithsesi më mirë sa i përket edhe rezultateve. Mirë po, dëshira një personi, 2 apo 3 sa kanë qenë kryesinë e atëhershme nuk kanë lejuar, duke ditur që mund të largohen krejtësisht pas një periudhe. Kështu që kemi mbetur në një klub që ka pasur shumë probleme financiare. Probleme financiare që ndoshta shpesh edhe ne duke mos pasur mundësi që të vim deri te mjetet në mënyra tjera, për të punuar diçka, kemi pasur probleme dhe kështu që probleme ka pasur edhe brenda ekipit, nuk ka qenë më entuziazmi i tillë që të vazhdojmë, të luajmë, të stërvisim si duhet, kështu që aty fillon një farë rënje e basketbollit apo
neve që kemi pasur dëshirë për të bërë diçka dhe për të kaluar shumë më tepër, shumë më lartë në basketbol, në është mohuar kjo mundësi, në është mohuar Muaj Karabegut shumë mundësi tjera që nuk kemi pasur mundësi të realizojmë. Sipas mendimit Mande për i 4-5 gjirove, veç ishim në formë dhe ishim ekip prioritare. Ka ndihmuar shumë edhe stërvita me bokserët e Prishtinës, me kampionet e ish Jugosllavisë. Më kujtohet shumë mirë. është Trener Lahnimani, po ashtu nga Mitrovica. Po, nga Mitrovica, Indjeri Gjevdet Peci edhe Mehmet Bugirsi. Sot da ditu, ju e dini që Mehmetin e kam shokun më të mirë, atë, por tash ti e din çfarë reflekse shkon pas në dur, tu ushtru në thesë, më shtesh në to. Jo, normal më rrit. Këto, s'ka pas fitnes atëherë, din, për shkoj shumë brezovizm. Mirë, po ka qenë ndihmës shumë e madhe për ty, për vazhdimin e karrierës, për të arritur ato rezultate që ke arritur. Kujtohet tash që pesha koshin atje, kur hesha prej një nëson tjetrën, po qaq lëvizshmërinë dur, nuk e di. Edhe forcë. Po me jap, edhe forcë. Shumë i lëvizshëm më qenë, edhe shumë muskuloz që edhe sot a ditë dur t'i kam. Po. Kisha pas edhe kom të ashtu në vjetë. Sa i përket kësaj ekziston një anekdot apo diçka e tillë që më është thënë për këto ndeshje, kanë ardhur për ta skautuar në mënyrë lojën e Prishtinës kundër një ekipi tjetër, dhe njëri prej tyre që ka qenë aty e ka mbyllur fletoren, ka thënë nuk po di se çfarë po luajnë këta. E prej ati momenti, Ismeti kërkoj që unë të luaj për universitetin, mu do ke absurde, dvi. Me lënë Gjakovën e me orën Prishtinë. Me ardhën Prishtinë. Po, u bo si u bo, a inicioj shumë për me ardhë dhe unë edhe si maturante erdha në universitet. Shka dhe nuk jom pishmon që i kom ardhë, kom pas vështërsi, gjuhën nuk e kom dit as pak. Se Gjakova s'ka dit, fatos shite në kom pas për këthys. Po. Mirë po, loja e yte e ka bërë që të kuptohesh edhe me bashkëlojtarët, edhe me trenerin. Edhe me trenerin, me bashkëlojtarët, edhe pse treneri shpesh bërtit ke... Po, loja si loja mirë, për na kemi pas edhe suksesin, në atë vit, dhe më thonë viti 73, në Shqibenikun, si lojtare e re që isha, mund të them edhe këtë se gjitha bashkëlojtarët e mia kanë qenë komësi serbe. Jelica, Milica, Snezhana, Sonja, po. Gjithat ato,
Unë nuk i kuptojsha ato, po ko pas ko fillova edhe të mësoj edhe gjuhën. Viti 73 shkum në kualifikime për Ligën e parë të Jugosllavisë në Shibenik. Aty unë nuk zita ajo pse vetëm unë t'jem shqiptare këtu. Kur Kosova është, thuja se 90% shqiptar. Apo 95. Apo 95. Kom fillu me zbulu, me shku në për shkollat mesme, mi pa turnire. Do të thotë edhe si lojtare, edhe si lojtare, edhe shkova, se edhe vetë Ismeti Kërkojke, dhe më thonë treneri, ka qenë iniciator. Me sjell basketbolliste shqiptare. Me sjell basketbolliste shqiptare. Aty kom pru Gjevahir Mustafën, Sërbeze Peranin, Shemsie Stublën, Gjemile Berishën, Sabide Nosha, edhe kështu ndal nga dal u ndru kretë fizionomia e universitetit. Arsimtari e edukatës fizike e ka vërejtë si kom talent, edhe më ka preferu që të shkoj të ekipi i Elektro-Kosova në fillim o konë. Mirë po, me Elektro-Kosovën s'kom nej gjatë se e kena bërë një ndeshje miqësore patëm me Universitetin e Prishtinës, edhe mu më pëlqej Universiteti i Prishtinës shumë, edhe tani fola me arsimtarin e edukatës fizike, i thash që ne kisha pas qef me kalue në ekip të universitetit, se ata janë edhe më të mira dhe ligë banal. Ky ka qenë viti 1977, lojtare ka pas të nacionaliteteve tjera, shqiptare o ka qenë vetëm Resmije Joniku, kurse trener ka qenë Ismet Shumanovici. Me njëherë ja përdis me lujt ligë parë. Edhe vova ki 2-3 lujt të para s'kom lujt, mandej me njëherë kom lujt edhe kam qenë gjithmonë e rregullt në peshin e parë. Edhe në vend me qenë u bom 7-8 shqiptare edhe me plot sukses. Të gjithë sukseshme basketbollistët cilat vërtet e kanë bërë të barën kryesore të universitetit. Së bashku me ty, normalisht i ke qenë ajo lokomotiva. Unë kom qenë aty, mirë po, do më thonë që edhe ato tjerat kanë qenë barabarë, sidomos Gjevahir Mustafa, që ka qenë e pandalshme. Po në atë kohë, më duket që vetëm universiteti ka qenë elitën e Jugosllavisë. Po, basketbol, po kanë qenë, mas pari ka qenë boksi, mandej kemi qenë na. Edhe handbolli, më duket. Handbolli, po, atëre Borci Ferizaj të shqujt, edhe në fund futbolli. Përparimi i lojtarëve ka qenë shumë i madh në atë kohë, zurëngoj edhe këto basketbolliste, edhe ekipi i universitetit ka qenë ndër 6-7 ekipet më të mira të ishë Jugosllavisë. Po ne arritëm me shku edhe në vendin e tretë, patëm në zonë, shkumë edhe për kup, edhe për play-off e kretë, kemi arritë gjitha ato. Mirë po ka qenë, a disi, na kemi qenë ekip që ndoshta nuk na kanë ndeshë shumë. Nuk na kanë ndeshë, neve sukseset, shumisa nuk i kanë ndeshë të universitetit. Se nuk ka qenë letë shkojshim... Për faktin që ka pas tash në atë kohë shumë më tepër basketbolliste shqiptare. Po. Po mirë, edhe kur kanë qenë basketbollistët komësis tjetër, si do qoftë universitet i Prishtinës. I Prishtinës ka qenë. Nuk na kanë pas fort në sytë mirë, sidomos refert, po është një gjë interesant që refert, ku do të kofshin, shumë kanë qenë të interesuar me referun Prishtinë. Kur i pyetshim pse jeni kaq shumë të interesuar me referun Prishtinë, thëshin e dojmë publikun.
se kudo që përshkojmë, publik nuk ka. Domethënë vetëm universiteti e ka këtë lloj publike. Ka qenë atmosferë Ka qenë një atmosferë që nuk vërtet përshkruhet. se cili lojtar apo lojtare, basketbollist apo basketbolliste e dëshiron atë atmosferë. Nga se jep edhe 100% 100% që ne Po. jep. Një herë ka ndodhur vitin 81 kur edhe kanë protestat e studentëve që u gjumë, që ne as ato nuk e kemi ditë që studentat do të ngrihen. Në 81-shin, gjatë prezantimit lojtarëve, vazhdimisht publiku ka dorëtokrit për cilën do lojtare, o komsi serbe o shqiptare. Po në atë lojë e fillun fishlimat kur u thirrët komsis tjetër. Atëherë dolën dy motra shkunë zhveshtore, Jelica dhe Milica. Edhe e kuptuam që aty do të ndodhë diçka, se në moment u vnun plisat. Edhe shallat kuqezi, plisat e bardhë, edhe e kuptuam që do të ndodhë diçka gjatë asaj loje. Unë e shkova në zhveshtore edhe pitëm Jelicës, hajde se kjo publik. Edhe kur gjo nuk bon që fishlun. Aty erdhe dhe i ndjeri i shkrytari i klubit Gjeladin Topgjeu, që ka shumë mërita të mëdha për sukseset e universitetit, edhe janë mbushën menën Jelicës e Milicës, mu këthyn loj. Lojt e zhvillum, e fitum, edhe fillun protestat në përkrejt Prishtinën. Ajo ka qenë diçka pa përshkrueshme. Mendoj që ekipet për kvalitet jemi kanë pothuajse të njëjta me ekipet e tjera. Mangësia jonë ka qenë se